Këtu është horoskopi i shtun 6 dhjetor 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Durimi juaj ka një kufi. Nëse ka pasur një aluzion tensioni ose dikush ka provuar durimin tuaj, ka shumë të ngjarë që edhe sot të jeni paksa të zemëruar. Demi. Në këtë ditë nuk ka mungesë të energjisë dhe dëshirës për të bërë. Në dashuri pritet një shërim. Binjaket. Nëse një njeri nuk ju kupton, mund të nervozoheni, ose dikush mund t'ju importoj diçka të re që nuk ju pëlqen. Ka edhe nga ata që kanë mbyllur një histori dhe tani janë gati të fillojnë përsëri. Mosmarrëveshjet me ish ose me ata që përfaqësojnë të kaluarën. Gaforja. Për ata që e kërkojnë atë me sinqeritet, dashuria mund të kthehet. Favorizoni të gjitha zgjedhjet që sjellin lirinë dhe ju vetë mund të vendosni të ndryshoni gjithçka. Luani. Nuk ka kohë për të dashur ose për arsye të ndryshme takimet janë të vështira. Ndonjëherë ju pëlqejnë garat, por nëse i kërkoni ato mos u ankoni, nëse jeni në presion. Virgjeresha. Një zbulim i dashurisë mund të vijë pa pritmas. Pak qetësi e merituar. Peshorja. Ditë e qetë, disa dalje shumë, kini kujdes të mos humbni para, në shpërqendrim. Jeni shumë të gatshëm për të dashuruar dhe në ditët në vijim ju vjen edhe një surprizë. Akrepi. Ju rikuperoni energji dhe dëshironi të bëni. Në familjen tuaj, një çështje delikate që ju kishte shkaktuar disa shqetësime të vogla, zgjidhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Shigjetari. Mos shtyni asgjë, por në këtë periudhë përpiquni të jeni më optimist, nëse buzëqeshni të tjerët do t'ju buzëqeshin. Mos harroni se dobësitë tuaja fizike janë fyti dhe tubat tuaja bronkiale. Marrëdhëniet më të suksesshme me akrepin dhe dashin. Britsjapi. Mos hargjoni me energjinë tuaj, për fat të mirë ju mund të shijoni një bukuri të shkëlqyeshme. Do të jetë e nevojshme të hiqni atë pak melankoli që ndonjëherë përfshin jetën. Ujori. Këto ditë dëshira rritet dhe ju gjithashtu mund të përjetoni një emocion të bukur, takime të këndshme. Një ditë pak e lodhshme, por produktive. Peshqit. Ju mund të zhyteni në një situatë që ju intereson pa pritur. Do ta vlerësoni më shumë kohën tuaj të lirë, duke ndjekur hobi dhe interesa kulturore, nëse nuk keni tashmë interesa të kënaqshme. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.